Mrekullitë e profetit Muhammed alayhi salam, shenja që u pan dhe u transmetuan. Profeti Muhammed alayhi salam nuk erdhi si magjistar dhe as si njeri që kërkonte të mahniste. Ai erdhi si i dërguari i Allahut, dhe mrekullitë që ju dhan nuk ishin për argëtim, por shenja të së vërtetës. Në Islam, mrekullitë quhen mujize, ngjarje që thyen ligjet e zakonshme të natyrës, me lejen e Allahut, për të vërtetuar profecinë. Kurani, mrekullia e përjetshme. Mrekullia më e madhe e profetit Muhammed alayhi salam është Kurani. Ndryshe nga mrekullitë e tjera, ai nuk ishte i përkohshëm, por vazhdon deri sot. Kurani sfidoi arabët më elokuent të kohës që të sillnin një sure të ngjashme, dhe askush nuk mundi. Ai ruhet i pandryshuar prej më shumë se 14 shekujsh, një fakt i dokumentuar historikisht. Ky libër lexohet sot ashtu siç u lexua në shekullin e 7. Çarja e hënës. Një nga mrekullitë më të njohura dhe të dëshmuara nga shumë njerëz ishte çarja e hënës. Kur banorët e Mekës kërkuan një shenjë, profeti alayhi salam me lejen e Allahut tregoi hënën dhe ajo u nda në dysh. Kjo ngjarje përmendet qartë në Kur'an. U afrua ora dhe u nda hëna. Surja Kamer 1. Ngjarja u pa nga njerëz të shumtë dhe u transmetua në hadithe të shumta sahih. Sot, studiues musliman përmendin edhe disa të dhëna historike jashtë Arabisë që përkojnë me këtë periudhë, megjithse Islami nuk e kushtëzon besimin me prova moderne shkencore. Uji buronte nga gishtat e tij. Në disa raste, sahabët tregojnë se uji rrithte dhe buronte nga gishtat e profetit alayhi salam, duke mjaftuar për të pirë edhe për abdes për një grup të madh njerëzish. Këto ngjarje janë të dokumentuara në koleksione të besueshme hadithesh, si Sahih Buhari dhe Muslimi, dhe janë parë drejt për drejt nga 10 sahabë. Ushqimi që shtohet. Ka shumë transmetime ku një sasi e vogël ushqimi u bë mjaftueshme për 10 apo 100 njerëz, pasi profeti alayhi salam u lut. Sahabët dëshmojnë se hanin dhe ushqimi nuk mbaronte, një mrekulli e ngjashme me ato të profetëve të mëparshëm. Pemët dhe gurët që e përshëndetën. Para se të shpallej publikisht si profet, profeti Muhammed alayhi salam tregonte se pemët dhe gurët e përshëndesnin me selam. Këto nuk ishin vizione private, por ngjarjet përmendura nga shokët e tij më të afërt. Trungu që qau. Kur profeti alayhi salam bante hutbë i mbështetur në një trung palme dhe më pas u ndërtua minberi, sahabët dëgjuan trungun të qante nga malli. Vetë profeti alayhi salam e përqafoi trungun derisa ai u qetësua. Kjo ngjarje është e dokumentuar nga shumë transmetime të pavarura. Lutjet që pranoheshin me një herë. Shumë herë, lutjet e profetit alayhi salam pranoheshin në çast, për shi, për shërim, për fitore. Këto ngjarje ndodhen publikisht dhe u pan nga njerëzit që jetonin me të. Udhëtimi i natës, Isra dhe Miraj. Një nga mrekullitë më madhore shpirtërore ishte udhëtimi brenda një nate nga Meka në Jeruzalem dhe ngritja në qiej. Edhe pse kjo mrekulli është metafizike, profeti alayhi salam përshkroi detaje të sakta që u vërtetuan më pas, duke forcuar besimin e atyre që e dëgjuan. Mrekullitë e profetit Muhammed alayhi salam nuk ishin iluzione. Ato u pan, u dëshmuan dhe u transmetuan nga breza të tërë njerëzish të ndershëm. Por më e madhja prej tyre mbetet mesazhi që ai la. Një fe që bashkon arsyen me shpirtin dhe një udhëzim që vazhdon të jetojë. Sepse mrekullia e vërtet nuk është vetëm ajo që sheh syri, por ajo që ndryshon zemrën.